Duhet vetë klasa politike këtu ka rol dhe vetë liderët ose udhëheqësit e partive politike kanë një rol të jashtëzakonshëm këtu për të bërë të mundur pasurimin jo me element që ata i përdorin sipas qefeve, sipas orekseve, siç e thash tarafeve të tyre, por me element që i vlen interesit kombëtar, me njerëz të mençur, njerëz të ditur, siç funksionon politika në gjithë botën. Do thoni u ka kriza edhe në vende të tjera se nuk jemi vetëm në Shqipëri që jetojmë krizë të demokracisë ose rënje të nivelit të demokracisë. Por nga ana tjetër, unë mendoj se ne në Shqipëri jemi një vend i vogël dhe mund t'i bëjmë ca gjëra dhe më mirë dhe më lehtë. Në funksion të interesit kombëtar. Në funksion të interesit kombëtar gjithmonë, ai duhet të jetë primar, jo interesi partijak. Jo interesi partijak, është e gabuar kjo qasje ngatrimi, domethënë, interesi kombëtar është Shqipëria, pastaj partia, jo partia mbi Shqipëri. Interesi kombëtar duhet të jetë gjithmonë primar, mendoj. E kuptoj. Sot zoti Kurti hodhi në Tryezë ose në reagimin që bëri ose në urimin që bëri për 113 vjetorin e pavarësisë, dëshiroi të kishte së shpejti një nëntor të tretë. Do të ishte udhës në gjykimin tuaj? Nëntori i tretë ai presupozon se duhet ta shikojë të plot deklaratën, impozon një bashkim të krejt shqiptarëve. Se zoti Kurti ka pasur pjesë të platformës të tij dikur, por tani e ka harruar të lloji artikulimi dhe ne të gjithë urojmë të gjë që shqiptarët jenë të bashkuar në familjen e madhe evropiane apo jetojnë në prosperitet edhe në këto momente që ne po flasim të jenë më të rakorduar pavarësisht sepse historia ka treguar që ka momente të caktuara që në kombet mund të jetojnë edhe në dy shtete, ka ndodhur më parë, për kohë zgjatje të caktuara, kush më shumë, kush më pak, por nga ana tjetër ne duhet hedhim poshtë tendencat që flasin për formimin e një kombi të ri, gjëja është shtet Kosova, por është dhe një komb kosovar që është shumë e gabuar kjo mendoj unë. Kushdo që bën këtë gjë luan lojën e armiqve të Shqipërisë dhe të Kosovës aktualisht. Ai që bën këtë lojë që thotë ka një komb tjetër që është kombi kosovar apo lojra të tjera përçarse, frymë përçarse, jo pse u bë Vlora në Vlorë pavarësia se nuk është Vlora që e bëri apo kjo ca debate shterp, domethënë të njerëzve që luajnë lojën e armiqve të Shqipërisë, e kanë luajtur dhe për fat keq vazhdojnë ta luajnë. Pra nuk ka rëndësi se ku u bë, rëndësi ka u bë. U bë atje, duhet ta nderojmë atje ku u bë. Nuk ka tash të rikthehemi, se lexoj edhe ca budalliqe që shkruajnë, po marr shkas nga kjo se shkruaj një material të fundit që ishte një përpjekje kombëtare pavarësia, nuk ishte përpjekje një qyteti. Po kush e ka thënë këtë në një historinë e Shqipërisë? As monizëm nuk është thënë. Se ne Vlora dakord i ka dalë nami që mburën shumë, por këtë gjë nuk është mburur. Thjesht e ka mbajtur me nder atë vend. Dhe mendoj se e mban akoma aktualisht. Dhe ne duhet ta vlerësojmë këtë gjë. Pra dhe rastësit që ndodhin në histori nuk janë rastësia të mishbret i botës, nuk janë produkt, si më thënë, vetëm i fatit. Se duken si rastësi, ndodhi jo, ka zhvillimet e veta, ka rregullat e veta, pra dhe determinizmi historik po e quaj. Pra dhe njerëzit që e bën pavarësinë, njerëzit që ishin aty, Ismail Qemal Vlora dhe bashkë me patriotët e tjerë të shquar shqiptar, nuk ishin rastësisht aty. Kishin një jetë që punonin për atë ditë. Nuk kujtuan ditë fundit. Kishte me dekada ai që punonte për atë ditë, duke influencuar në politikën evropiane. Dhe unë them këtë, te ky fund te kurorëzimi i përpjekjeve të pavarësisë, ishte edhe fillimi i Ismail Qemal Vlorës, pra dhe i Shqipërisë. Pra te ky fund që ishte pavarësia ashtu siç ishte me ato kufizimet që ne i tham, sepse nuk arritëm ti kishim në kontroll të gjitha territoret dhe mos harroni edhe një tjetër që sa e vogël ishte Shqipëria e 12-s. Dhe që na njohu pas te konferenca e Londrës së 13-të. Ishte një qeveria e Vlorës kontrollonte de facto Vlorën, Beratin, Elbasanin. Kto kontrollonte, me një degëzim të vogël pastaj. Ndërkohë pjesa tjetër e Shqipërisë ishte e pushtuar. Arritëm që t'i zgjeronim kufit, t'i fitonim qytetet që nuk i kontrollonte në atë moment qeveria, që ishte Shkodra, po doni edhe Gjirokastër nuk e kontrollonte, se ne themi la Janinën, se ato që shohin vetëm të zeza që se la ai e lan turqi Janinën, se kishte në kontroll qeveria e Vlorës. Po nga ana tjetër ishte Gjirokastra që e pushtuan grekët. Erdhën deri në Llogara, erdhën në Labri. Pra i harrojmë tonë. Merremi vetëm duam të nxjerrim në pa gjërat e këqija ndonjëherë. Kjo është një tendencë shumë negative dhe njerëzve kuptohet edhe niveli fali thot librat e shenjtë fali se s'din çfarë bëjnë. Aq din, aq bëjnë. Por megjithatë ne duhet të nxjerrim në pa dhe të kritikojmë atje ku duhet kritikuar, patjetër nxjerrim mësime edhe nga historia, atje ku është gabuar. Por jo të hedhim hel të panevojshme. Mbi disa fakte që janë të janë të ditura dhe të pakontestueshme, janë të dokumentuara, se po